Sigurisht në këtë emision gjithmonë përmenden sahabët. 10 prej tyre janë në një listë, janë të përmendur nga vetë pejgamberi alayhis salam dhe të përgëzuar me xhenet. Dhe lista fillon me 4 halifet. Fillimisht lista fillon me pejgamberin alayhis salam, thotë an-nabiyyu fil janna, pejgamberi është në xhenet. Pastaj thot Ebu Bekri në xhenet, sahabët po. Omer është në xhenet, Uthman është në xhenet, Ali është në xhenet, pastaj vazhdon thot Talha është në xhenet, Zubejri është në xhenet, Said ibn Zaid është në xhenet, Abdurrahman ibn Auf është në xhenet, Sa'd ibn Abi Waqqas është në xhenet, dhe emini i këtij ummeti Ebu Ubej Qasim është në xhenet, Ebu Ubej është në xhenet. Pra këta janë 11 përgëzuar me xhenet, duke filluar me pejgamberin sallallahu dhe prej sahabëve 10 përgëzuar me xhenet. Sigurisht që ko pas kohë pastaj ka pas edhe përgëzime tjera apo jo? Padyshim këto janë ato që janë përmendur. Fatimia hadith po, që është Bilali, është Fatimia radhiyallahu anha, është Hasani, është Husaini radhiyallahu anhuma, është Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kur kanë qesh me këmbët e tij, thotë këmbët e tij peshojnë më shumë se Uhudin në xhenet, thotë mos qeshni me këmbët e tij të vogla. Dhe shumë sahabi tjerë është ai personin që 3 ditë radhës e pejgamberit më ka përgëzuar për të se do të jenë nga në xhenet lit. E kështu me radhë, pra ka libra që kanë përmbledh mi 200 sahabi që janë të përgëzuar me xhenet, po si tërësi krejtin të përgëzuar me xhenet, sepse futen fjalën e Allahut radhiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata ishin të kënaqur me Allahun e lartësuar. Ndaj ky ajet na bën me që gjithë me dije që gjithë sahabët janë të përgëzuar me xhenet. Por kjo 10 që është më e veçantë. Po dyshim është më e veçantë. Po ashtu gjitha gratë e pejgamberit sallam, Harawati, Aisha, Hafsa dhe gjitha tjerat janë në xhenet, janë të përgëzuar me xhenet. Ndaj këta 10 kanë disa veçori mbi të tjerët, padyshim. E që prej veçorive tyne është që shumica tyne janë me islamin e hershëm përveç Omerit. Ndërsa gjithë tjerët kanë pas islamin e hershëm. Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Talha, Zubejri, Saidi, Aliu, Uthmani, Ebu Bekri, gjithë këta përveç Omerit ishin që në javët e para u futën në islam. I tillë ishte edhe Ibn Mas'udi, që thotë jam i shtati në islam. Personi i shtat që e kum pranu, apo Ebu Dharr që thotë jam 1/4 të islamit. E kum gjetë pejgamberin alayhis salam me një të rritur, një fëmijë dhe një rob. I rritur ishte Abu Bekri, fëmija ishte Aliu dhe Bilali ishte robi. Ndaj këta ishin ajo veçoria që i veçon më shumë se tjerët. Ibn Qayyim thotë sa jemi përgjigjur me shpejtësi urdhrave, ndalesave dhe tauhidin në dunjë, aq me shpejtësi do të jetë edhe kalimi mbi urën e siratit dhe arritja e xheneteve të larta.